nëse LDK-ja do të insistojë, do të vazhdon të insistonte që Vjosa Osmani të jetë emri për presidente, ne e dim qëndrimin e vetëvendosjes cili është, dhe këtu mund të krijohet më njëherë një blokadë. Dhe në këtë pikë realisht çka do të bëjë LDK? A ka emra të tjera? Vazhdon të jetë Vjosa Osmani emri kryesor për presidentin? Natyrisht që po, ne kemi garu me si borcë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka qenë pikërisht presidenti Vjosa Osmani. Nuk mëjmë me paragjyku se çka thonë ata e çka themi ne në një tavolinë e cila akoma nuk ka ndodhur, kështu që e presim hapin A, B, C për me i komentu pastaj edhe me marrë vendime Lidhja Demokratike e Kosovës rreth mënyrës se çysh ka me vepru në të ardhmen. Mirë po e them prapë që LDK nuk i ndryshon qëndrimet e saj që i ka pas, e kemi mbajt fjalën para elektoratit edhe me 9 shkurt edhe me 28 dhjetor, e mbajmë edhe tash, mirë po natyrisht që nuk mujmë me i paragjyku diçka që akoma nuk ka ndodhur. Okej, pra jemi në një fazë në cilën nuk mund të flasim me emra, nuk mund të flasim me pozita. Po, për arsye që fillimisht është e rëndësishme për LDK-n të flasim për parime. Për parimet e qeverisës. Da, mendoni që vetëvendosja do t'ju qëndrojë këtyre parimeve të LDK-s? A jemi në këtë pikë që mund të kemi një? Aty do të krijohen ekipe të ndryshme të cilat do të diskutojnë rreth parimeve, do të diskutojnë rreth gjitha çështjeve të cilat lidhen me një bashkëpunim mes dy palëve